Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se veriu i Kosovës është më ndryshe nga pjesë e tjera, por gjendja në këtë pjesë nuk ka nevojë për strategji të posaçme integrimi. Në një intervistë dhënë Zërit Amerikës në zyrën e partisë së tij në veriun e Mitrovicës, ai tha se strategjia paralajmëruar nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare për integrimin e veriut nuk mund të zbatohet. Prvo, ta strategija nema mesta u ovom trenutku jer nije potrebna bilo kakva integracija u severnog dela koji se nije odvojio. Mi samo jednostavno ne priznajemo nezavisnost. E para, një strategji e tillë nuk ka vend në këtë kohë, me që nuk ka nevojë për kurfare integrimi të pjesës veriore, e cila nuk është e ndarë. Ne thjesht nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por kjo nuk vlen vetëm për serbët në veri, kjo vlen edhe për të tjerët kudo ku jetojnë. As serbët në Graçanis nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Nuk duhet nxjerrë përfundime të gabuara nga fakti se një numër vërtet serioz i serbëve kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina, por këtë mos e merrni si njojë të pavarësisë. Ata mbasi e kanë vlerësuar se është më mirë për përmbushjen e interesave të tyre të ditës të marrin pjesë në organet lokale të vetëqeverisës, por nëse i pyesni atëherë 99.9% janë kundër pavarësisë. Zoti Ivanović thotë se veriu i Kosovës nuk është një problem, por ai është më ndryshe nga pjesa tjetër në radhë të parë për shkak të lidhjeve të fuqishme me Serbinë dhe për faktin se serbët e ndjekur nga pjesa tjetër e Kosovës kanë gjetur shtrenjtë në këtë zonë. Integrimi mund të ndodhë në një të ardhme, por vetëm atëherë kur të përfundojnë arsyet e gjendjes në veri, thotë ai, ndërsa çdo përpjekje për të zbatuar një integrim afat të shkurtër, vetëm sa mund të ushtrojë ndikim negativ. Ta integracija, odnosno plan o integraciji nema nikakvu šansu da bude implementiran. Prosto, ja kažem, umjesto toga potrebno bi bilo da se možda spuste malo. Ai integrim përkatësisht ai plan për integrimin nuk ka asnjë mundësi që të zbatohet. Në vend të saj do të duhet të punojnë në zbutjen e tensioneve, sepse ato kur janë të larta, njerëzit nuk mendojnë me arsye. Prandaj kjo është një rrugë e gabuar, çdo gjë tjetër mbase do të kishte sukses, por kjo nuk do të ketë. Mendoj se lidhjet ekonomike që kanë filluar të vendosur janë nënçmuar, ndërsa në esencë unë e shoh këtë si mënyrën e vetme që njerëzit të krijojnë një komunikim ndërmjet tyre dhe të fillojnë të krijojnë një farë mirëbesimi. Ai thotë se nuk e mbështet shkurtimin e forcave pasqyruese, me që siç shpreh ai, gjendja është ende e pasigurt. Mi možemo reći da je situacija mirnija nego što je bila ranije, ali nije i stabilnija nego što je bila ranije. Jer ja uvek u ovakvim situacijama podsjetim kako da je 17. mart, ništa nije ukazivalo da se 17. mart može da dogodi. Ne mund të themi se situata është më e qetë se sa që ishte në të kaluarën, por nuk është më e qëndrueshme. Unë gjithmonë e përmend faktin se asnjë shenjë nuk ishte se do të ndodhte 17 marsi. Vetëm 3 ditë më herët ne mund të kishim vlerësime optimizme ose të paktën kemi dëgjuar vlerësime të tilla nga disa përfaqësues ndërkombëtar, prandaj kjo përvojë na nxit që të jemi të kujdesshëm. Zoti Ivanović mohon ndërkaq çdo mundësi të ndarjes toksore të veriut të Kosovës dhe sipas tij ky është një qëndrim i përbashkët të udhëheqjes së Serbisë. Ai po ashtu thotë se mundësia e shkëmbimit të veriut të Kosovës me jugun e Serbisë është e pamundur. Praktično rečeno, o tome nema ni govora. Srbija neće menjati deo svoje teritorije za deo svoje teritorije, jer ne samo sever, nego i čitava Kosovo i Metohija po našem ustavu je deo Srbije. Praktikisht për këtë asgjë mund të bëhet fjalë. Serbia nuk e ka ndërmend të shkëmbejë një pjesë të territorit të saj me një pjesë tjetër. Sipas kushtetutës së Serbisë, Kosova është pjesë e saj, ndërsa për jugun e Serbisë asgjë bëhet fjalë. Prandaj është iluzore të mendohet se mund të ndodhë diçka e tillë. Ai thotë se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian bashkë me Kosovën sipas modelit të Kipros. Ai shpreh i sigurt se siç thotë një ditë serbët e shqiptarët e Kosovës do të ulen të bisedojnë së bashku për integrimet, por situata është më e veçantë me që siç thotë ai, Kosova është nën protektorat ndërkombëtar që do të punojë për të përgatitur institucionet dhe popullin për integrimet evropiane. Ali će se to objektivno dogoditi verovatno najmanje 10 godina pošto Srbija bude unutra. Por kjo me siguri do të ndodhë të paktën 10 vjet pasi që Serbia të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ajo do të jetë një kohë tjetër. Do të jenë të tjera elita politike në skenë dhe shpresojmë konstruktive se këto që janë. Atëherë do të ulmi për të gjetur atë që ne e quajmë status përfundimtar të Kosovës, që do të jetë i pranueshëm për të dyja palët. Oliver Ivanović thotë se pavarësia e Kosovës nuk do të njihet nga Serbia pavarësisht nga fakti se ajo është njohur deri tash nga 65 vende të botës për fshirje të fuqitë kryesore perëndimore. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Mitrovica.